Mirëmëngjesë të dashur Luan, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është wow, 10 të monedhës të dashur. 10 të monedhës është një nga letrat më të plota kur bëhet fjalë për siguri, për stabilitet, trashëgimi, gjëra afatgjate dhe arritje të qëndrueshme dhe kogja bukur. Je duke ndërtuar, je duke menduar të ndërtosh diçka që do të zgjatë, jo vetëm për veten e juaj të dashur Luan, por dhe ata që vinë pas jush. Kjo tregon përpjekjet e gjata për një kohë të gjatë në jetën e juaj dhe tani do japin frutat e punës, mundit, energjisë, punës, të gjitha, marrëdhënie, mision, tënd personal, projekt, biznes, çfarë do të jetë. Është suksesi vetë të dashur, një investim që po jep rezultate afatgjate, financiar, profesional apo emocional, në një familje apo komunitet ku ndiheshi mbështetur, i vlerësuar, absolutisht të përmbushur, dietat janë përmbushje. Jeni në një periudhë ku vërtet mund të ndërtosh trashëgimi që pa fjen e ta them dyshimit do jeni aty ku duhet qenë. Ju përgëzoj të dashur Luan.